Se shumë investime në emër të shtëpisë së fëmijës në Sarandë. Ka 2 vjet që godina është shqepur. 2 super tendera me vlerë totale mbi 2 miliard lek, inaugurime nga një ministre, një kryebashkiak, një drejtor dhe vetë kryeministri që poston pamje 3D që kanë mbetur në kompjuter. Kur u duk se vepra kishte përfunduar, vjen tenderi I ri, 540 milion lek I Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Objekti I prokurimit të mbajtur më 27 prill 2026 titullohet Investime për transformimin e aseteve publike me potencial zhvillimi në modele të standardit më të lartë të zhvillimit. Përforcimi I godinës së shtëpisë së fëmijës Vangjel Pulla, Sarandë. Tenderi ka merituar flamur të kuq nga Open Data Albania, që e përdor këtë legjend për riskun e korrupsionit. Dritana Golli ka zgjedhur për këtë projekt biznesmenin Gjani Saraçi, që shquhet si personazh fitues I tenderave fantazmë për objekte që nuk ekzistojnë. Nuk ka lidhje me UFO-t, por me përfitime të miliona eurove në tendera fasad. Procedura për godinën e jetimores është krejt fiktive, edhe pse, sipas letrave kanë marrë pjesë 10 operatorë ekonomik. Megjithse sipas dokumenteve kishte oferta më të ulta, Komisioni I Dritana Gollit ka vendosur për kompaninë e Gjani Saraçit euro ndërtimi 2000 SHPK. Duhet të sqarojmë se kjo firmë ka nisur para një viti e gjysmë punimet në këtë godinë dhe nuk I ka dorëzuar akoma. Prandaj është habi që të së njëjtës kompanie jepet edhe një thes me lekë që të bëjë sikur punon aty. Tenderi I parë ishte për rikonstruksion, ndërsa ky I dyti quhet përforcim. Pyetëm ekspertët dhe na thanë se përforcimi I godinave bëhet vetëm kur ka probleme me parametrat sismik. Normalisht ky lloj investimi bëhet në fillim. Nëse vërtet do të ishte I domosdoshëm, duhet bërë qysh pas tërmetit të vitit 2019. Në fakt tërmeti po I bie buxhetit të shtetit. Më 27 dhjetor 2024 u zhvillua tenderi I parë për godinën e jetimores. Skualifikimi I të gjithë operatorëve konkurrues përveç fituesit. Kusht, fituesi nuk është operatori me vlerën më të ulët. Në këtë kategori e klasifikoi tenderin Open Data Albania. Janë 3.2 miliard lekë që Dritana Golli ja dha firmës së Gjani Saraçit ditët e fundit të 2024-s. Hetimi dhe thirrja në SPAK e administratorit Agolli nuk e kanë ndaluar shpërdorimin e fondeve përmes tenderave të tillë. Bëhet fjalë për prokurimin ndërhyrje për rekonstruksionin e godinave të Spitalit të Peqinit dhe shtëpisë së fëmijës Vangjel Pulla Sarandë, transformimin e qendrës shëndetësore në një qendër mjekësore të traumës sportive në Thuman Kroj. Për më tepër, nuk është e qartë pse janë bashkuar 3 projekte në qarqe të ndryshme të vendit brenda një tenderi. Një nga efektet e këtij veprimi është se duke bashkuar 3 projekte, lihen jashtë konkurimit kompanitë më të vogla të ndërtimit. Njoftimi I tenderit është bërë më 21 nëntor 2024, ndërsa afati I mbylljes për dorëzimin e ofertave ishte caktuar më 6 dhjetor 2024. Në këtë procedurë janë përpjekur të marrin pjesë 8 operatorë konkurrues, por Agolli I ka skualifikuar fillimisht ato me vlerën më të ulët dhe më pas procesi ka qenë thjesht formal, sepse fituesi ishte paracaktuar. Bashkimi I operatorëve Euro ndërtimi 2000 SHPK me 86% të përfitimeve dhe Everest SHPK u shpall fitues më 27 dhjetor 2024, ndërsa kontrata u lidh nga Agolli më 10 janar 2025. Theksojmë se vlera e pritshme e kontratës me TVSH është 272 milion lekë, ndërsa çelësat e objektit duheshin dorëzuar pas 18 muajve. Nga ky dokument e administruar në Agjencinë e Prokurimit Publik vërejmë se po të ishin marrë në konsiderat ofertat e skualifikuara nga Agolli, buxheti të shtetit do të ishte kursyer rreth 400 milion lekë. Problemi I këtij tenderi ishte edhe përmbushja e kushteve teknike. Nuk e dim nëse I ka dorëzuar licencat e kërkuara, të listuara nga FSHZ në dokumentet standarde të tenderit, por në QKB. Kompania e Gjani Saraçit në momentin e dorëzimit të ofertave kishte aktive vetëm licencën mjedisore. Sipas faqes zyrtare, Euro ndërtimi 2000 ka 40 punonjës, ndërsa sipas tenderit do të angazhoheshin 38 veta bashkë me fabrikën e aluminit Everest të Sokolçupit. A janë të mjaftueshëm kaq punonjës për të kryer këtë punë? Nga krahasimet që bëm për punë të njëjta të prokuruara kohët e fundit, vetëm për një objekt të tillë kërkohet afro 1000 punonjës të specialiteteve të ndryshme. Ky kriter është stërholluar me qëllim që të arrihet të përmbushej nga Gjani Saraçi. Janë 3 objekte shumë larg njëri tjetrit që na bëjnë të mendojmë se do të zvarriten. I pari është ndërhyrja për rikonstruksion e godinave të Spitalit të Peqinit. Siç duket edhe nga pamjet, objekti ishte në gjendje të mirë. Nëse do të rikonstruktohej siç pretendohej në projekt, do të kërkonte shumë fuqi punëtore dhe mjete.
Dyshimi që na lind se kompania në fjalë i merr tenderat dhe nuk bën punën në afat. Projekti tjetër është ndërhyrja për rikonstruksionin e godinës së shtëpisë së fëmijës Vangel Pulla Sarand. Godina ishte si kukull. Do të mjaftonte vetëm një mirëmbajtje e kujdesshme. Pra, projekti ndërhyrjes është vetëm sa për fasadë dhe propagandë dhe objekti i tretë është ndërhyrje për transformimin e qendrës shëndetësore në një qendër mjekësore të traumës sportive në Thuman Krujë. Duke parë se si është zhvilluar procedura e prokurimit, shkelet të bëra do të reflektohen në cilësinë e punimeve dhe në sfarritjen e tyre për te afatit. Në gusht 2025, për të inspektuar punimet në shtëpinë e fëmijës, ishte Ministri e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Albana Koçiu, kryetari i Bashkisë Sarand Oltion Caci dhe drejtori i FSHZ Dritana Golli. Ministria theksoi se ky institucion nuk do të shërbejë vetëm si qendër rezidenciale, por do të ofrojë shërbime me bazë komunitare. Në fakt, i gjithë projekti mund të përmblidhet, do të shtohet edhe një kat i ri. Po pse nuk ka përfunduar rikonstruksioni? Ja ku gjendemi pas një viti e gjysmë nga lidhja e kontratës dhe një vit nga kjo video që e realizoi vetë ministria dhe nuk ka përfundim punimesh për tender të ri. Dyshohet se në këtë rast kompania Eurondërtimi 2000 po përdoret nga Dritana Golli për të justifikuar tenderin fantazmë. Pronari i kësaj firme Çani Saraçi është identifikuar dhe më herët me problematika dhe me punë të pakryera. Saraçi i ka dalë emrin nëpër gjykata pasi i la punimet në aeroportin e Rinasit pa i bërë. Në datën 9 korrik 2002 është firmosur një kontratë si përmarrje për realizimin e punimeve të ndërtimit dhe rikonstruksionit të disa ambienteve aeroportuale të aeroportit Nën Teresa. Referuar vendimeve gjyqësore, kompanisë Eurondërtimi është kërkuar kryerja e punimeve të papërfunduara në sipërfaqen prej 69.46 metra katror. Për mos përmbushje të detyrimeve kontraktuale, çështja shkoi me padi në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë dhe vendimi mori formë të prerë në apel dhe gjykatën e lartë në vitin 2015. Të njëjtën sjellje ka treguar kjo kompani edhe me fondet e rindërtimit nga tërmeti, ku është favorizuar nga zyrtarët. Edhe pse ishte viti 2024 dhe kishin kaluar 5 vjet nga tërmeti, ndërsa po afronin zgjedhjet parlamentare të 2025-s, vijonin ende tenderat për rindërtimin. Qeverisja vendore e Durrësit ka hapur tender në datë 16 shtator 2024 me objekt riaftësim strukturor i pallatit numër 15, rruga Abbas Qelkuba 15, rajoni 3, kod GIZ 24795, programi i rindërtimit. Për këtë garë, kryebashkiakja Emirana Sako ka hapur konkursin me fond limit 800 milion lek. Të tenderi ka fituar bashkimi i kompanive Eurondërtimi 2000 SHPK dhe Everest SHPK dhe Shehu 2AB Construction SHPK. Ky tender është zhvilluar me mungesë konkurrence pasi nuk ka pasur pjesëmarrës të tjerë. Kjo kompani nga viti 2019 deri në vitin 2024 ka marrë 80 tendera. Eurondërtim 2000 ka marrë nga shteti afro 15 miliard lek, megjithse ose shumica e tenderave janë të nga Bashkia e Durrësit. Ndërkaq Çani Saraçi do të hynte në transaksione tenderash që e kanë habitur SPAK-un gjatë hetimit të projektit Durana Tech Park. Në anë të vendimit numër 185, datë 24 mars 2024, Këshilli i Ministrave vendosi kalimin e pasurisë shtetërore të njohur si ish antena të RTS-s për administrim te Ministria e Ekonomisë, Inovacionit dhe Kulturës për zhvilluar projektin Durana. Rreth një vit më pas, me vendimin numër 13, datë 9 janar 2024, lista e pasurive u zgjerua dhe u shtua edhe disa territori të tjera. Në tokën ku supozohet të ndërtohej parku teknologjik, aktualisht nuk ka asnjë objekt. Dhe vetë banorët shprehen se nuk kanë parë ndonjë përfaqësues të institucioneve të cilët mund t'i kenë vënë në dieni që do të vendosnin kufin të hyrjes dhe daljes së parkut. Në fillim të shtatorit 2025, operatori i sistemit të shpërndarjes Tiranë do të shpallte garën për tenderin furnizimi me energji elektrike i parkut teknologjik Durana. Në fillim të tetorit të vitit të kaluar, drejtoria e OSSH Tiranë do të shpallte fituesin Eurondërtimi 2000 në pronësi të Çani Saraçit me ofertë 32.9 milion lek ose 330.000 euro. Gara do të shënohej me flamur të kuq, pasi nuk do të kishte pjesëmarrës të tjerë përveç fituesit. Deri më sot në projektin Durana Park nuk është vendosur një tull, ndërkohë që në shkeljet të disa ligjeve organizohet tenderi për furnizimin me energji elektrike. Kjo procedurë mund të konsiderohet fiktive dhe fantazmë, sepse në këtë rast projekti shërben për diçka që nuk ekziston. Edhe në Sarand ekziston rreziku që tenderi i dytë i FSHZ në favor të Çani Saraçit të mos ketë lidhje me situatën konkrete të shtëpisë së Foshnjës. Sa për Koçiun, do të thoshim se duhet të bënte më shumë për mbrojtjen e këtyre fëmijëve se sa për muret. Brenda kësaj godine është raportuar se ka ndodhur vazhdimisht akte dhuna të personelit ndaj të vegjëlve, por në vend të kujdesit real, merren dhe shpërdoren fondet e destinuara për jetimat.